Tani, për t'ilustruar disa momente të ndërhyrjes së kartelit Troplini në zgjedhje, kemi këtu famozin Arkend Balla, për të cilin djezyra e shtypit Edi Rama shpërndante editoriale që i botonin lakejt e tij, duke marrë në mbrojtje se çfarë malli është ky. Arkend Balla në vitin 2021, kur kumbarët e kartelit nuk e kishin rekrutuar akoma, mori 2463 vota. Arkend Balla në vitin 2025, nën patronazhin e kartelit Troplini, Elvis Doçit mori 20.718 vota. Pra këti po thuaj ju 10 fishuan votat nën patronazhin e kartelit Troplini. Arkend Balla, pritë edhe njëra ty tutëm, Arkend Balla ishte premtuar dhe është premtuar për ministri i brendshëm i kartelit Troplini pas zgjedhjeve. Ndaj dhe dje zyra e shtypit, kryeministri shpërndante editoriale portaleve të kontrolluara prej qeverisë dhe krimit, me të cilat përpiqeshin të mirësonin imazhin e Arkend Ballës, e këtij produkti të kartelit Troplini. Vazhdojmë. Tu kemi një në vitin 2021, Ornaldo Rakipi ka marrë 3.528 vota në Vorë. Natyrisht i mbështetur nga Xhabaftet, pas një diskutim. Vazhdo, tjetër. Në vitin 2025, 11 maj, votat e tij pjestohen me 10, sepse ka hyrë në garë Blendi Xhabafti. Blendi Xhabafti, ministri Xhabafti, ka marrë 4.759 vota. Dhe i dyti pas tij ka marrë 10 herë më pak vota. Për të pak këtu efektin e kartelit Xhabafti, që ka portën e Tiranës, hyrin e Tiranës kontrollon. Urdhoni. Tjetër. Ta tregoj unë. Po. Janë paisur, jeni paisur të gjithë me qenë. Ja ku është banditi. Të gjithë shkon dhe kërcënon tek qendra e votimit me vota për Blendi Gonxhën. Po, refugjat. Shkoni. Ky është antar i kartelit. Po një demokrat nuk po kishim kështu të dalë në Facebook. Vazhdo mos u merrni me punë. Nuk gazetarë të gjeni një qytetar. Ta janë. Do ta zgjidhim. Fjalët e këtij. Po. Ja zgjedhjet në Vorë. Okej.
Okej. Kjo është mashtrus. kur karteli drogës Do ta shohim. Xhabafti në hyrje të qytetit Po. Se ke ardhur shkon dhe terrorizon qytetarët tek qendra e votimit. kafe me mu. me Dhe s'kam ty. pranu. Kush je ti? Unë jam Berç Xhabafti. Tjetër. Ti Berdi? Të dënuar në Itali për drogë të tjerë, këta janë droga në Tiranë futet nëpërmjet tyre, kontrollojnë këta marrin përqindjen. Tjetër. Ja, ky është përfar. 150 metra nuk du asë njëri. Asë një njëri. Ashtu si që do ligji, 150 metra, Ushtrojnë terror, një horrat e xhabafëve që vinë këtu dhe mendojnë se mund të trembin qytetarët, ta harrojnë. Do të zvarriten qelive nga i pari tek i fundit. Ta harrojnë se mund të guxojnë të prekin votën tu. Është mbush gjithë horrat e xhabafëve, janë mbushur me opozita këto mund të bëjë. Opozita nuk arreston dot njeri. Tjetër. Kujtoj se po zgjidhet duke falsifikuar. Duke u dhënë Celibashi Beqa. Kaqja, shumë. Pra u njoft këtu një ilustrim mbi brutalitetin, ndërhyrjen brutale të karteleve të drogës, kartelit Troplini dhe kartelit Xhabafti në rezultatin e zgjedhjeve, por këtu tek karteli Troplini mund të themi se Arken Balla është vetëm njëri për i deputetëve, se janë trefishuar votat dhe Ilir Ndrazhit. Edhe ky është në patronazhin e kartelit të famshëm të Troplinëve e të tjerë. Se është shumë interesante, dëgjoni. Arken Balla ka marrë 5.000 vota më shumë se Edi Rama në vitin 2021. 5.000 vota. Ministri i brendshëm i kartelit Troplini ka marrë 5.000 vota më shumë se Edi Rama. Është një se që është një Elion Meka, i cili ka marrë në 2021 2.200 vota, në 2025 3.400 vota, pra nuk ka patur një lëvizje do me thënë se. Është po kështu. I mbështetur nga karteli Troplini, Gjushi dhe Gysagasi, është dhe Ani Durmishi, i cili ka marrë 13.700 vota. Si të shifni, vetëm në qarkun, vetëm në rrethin e Durrësit, jo qarkun e Durrësit. Karteli Troplini i ka dhënë Edi Ramës, kreu të organizatës kriminale, kreu të kartelit, me 4 deputet, rreth 50.000 vota, pa llogaritur votat në zonat tjera. Ndaj dhe uroj që shpejti të dekretohen si organizata terroriste
të cilat rënojnë të ardhmen e këtij vendi, shkatrojnë normat demokratike, demokracinë, por dhe ekonominë nëpërmjet narko-eurove dhe narko-ekonomisë. Faleminderit. Zoti Berisha marrë si korreqe nga Syri Televizion, teksa ju vijoni të bëni denoncimet tuaja të përditshme, nga ana tjetër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vijon me shpalljen e rezultateve zgjedhore. Si do e kundërshtoni ju këtë situatë kur KQZ po certifikon rezultatin e zgjedhjeve pavarësisht të shkeljeve? Nuk ka dyshim që farsa narkoshtetit do të certifikoj farsën e tij. Por qëndrimi ynë është ky, nuk njohim zgjedhjet dhe ne po paraqesim para shqiptarëve fakte të pakundërshtueshme të një farse më të shëmtuar elektorale që ka ndodhur në 34 vite. Ju jeni dëshmitar. Tu zhvillohet një betejë mediatike e egër midis megafonëve të qeverisë të lidhur me krimin direkt apo me qeverinë dhe nëpërmjet qeverisë me krimin, të cilët bëjnë gjithçka të dizinformojnë qytetarë shqiptar, të mashtrojnë qytetarë shqiptar, të shesin farsën si proces të rregull zgjedhor. Bëjnë gjithçka të censurojnë raport të ndërkombëtarëve që i denoncon pik për pik shkeljen e 16 traktateve, konventave, dokumentave ndërkombëtare për zgjedhjet, të cilat mishojnë parimet ndërkombëtare të zgjedhjeve.